Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë me lajmet më të freskëta për ju. Do të flasim për Big Brother VIP Kosova. Big Brother VIP Kosova 4 dhe Big Brother VIP Albania 5 janë në prag të tyre. Janë shumë afër, konkretisht Big Brother VIP Kosova është edhe më afër. Produksioni i Big Brother VIP Kosovës, bazuar edhe në emisione që i bën Klan Kosova, që kanë filluar më tash t'i japin zërin më të madh apo t'ja bëjnë këtë reklamën e madhe, janë duke treguar, janë duke thënë, janë duke folë për një spektakël të papar. Produksioni në krye me Olsa Muhametin, një producente e shkëlqyeshme duke u bazuar nga eksperienca që ka në këtë rrugtim, nuk kanë tentuar dhe nuk tentojnë që të hapin të vërtetën e tyre dhe të nxjerrin në fakt të vërtetën se çfarë shtëpie do t'jetë, se çfarë akomodimi do të ketë, se çfarë arredimi do të ketë, se çfarë dhomë rrëfimi do të ketë, se çfarë luksi do të ketë kjo shtëpi, kush do t'jenë banorët, por do me thënë i lënë gjërat në hamendësime. Në kuptimin që vitin e kaluar në fakt ka qenë kështu Big Brother VIP Albania, derisa në Shqipëria Live me gazetarin e nderuar Sidorela Gjonin, Ledion Liço e shpalosi për herë të parë një pjesë të vogël të shtëpisë, që nuk kuptonte ishte dhoma e gjumit. Dhe besoj duke e njohur strategjinë mediatike se si shkon dhe duke bërë pak copy-paste të gjithë nga njëri tjetri, mendoj që edhe Alaudin Hamiti, në këtë rast si moderator i shkëlqyer dhe si drejtor ekskluziv i Big Brother VIP Kosovës, në këtë formë do të tregoj të gjithë rrjedhojen e bukur dhe do të zbuloj në fakt shtëpinë e famshme, e cila po të kaloni nga rruga e shtëpisë së Big Brotherit VIP Kosovës, akoma po punohet me shumë intenzitet. Do me thënë akoma nuk kanë arritur në finalizimin e saj. Zakonisht videot e shtëpisë kanë dalur gjithmonë pasi shtëpia, pasi Big Brotheri ka filluar, por në këtë rast do me thënë akoma puna është shumë intenzive. Në anën tjetër, në këtë rast Big Brother VIP Albania po punon, por dhe po përfliten se kush do t'jenë banorët që do t'jenë pjesë e spektaklit këtë vit. Për shembull, në Kosovë përflitet shumë Bejta, një artist i dashur, një këngëtar i cili ka qindra miliona klikime dhe që ka dashuri shumë nga publiku, por dhe në rastin para prag, do me thënë përfliten artistet të ndryshëm. Zyrtare, do me thënë që kemi arritur deri tani të kuptojmë nga burimet të brendshme, zyrtare në Big Brother moderon Ledion Liço, Big Brother VIP Albania, dhe në Big Brother VIP Kosova është Alaudin Hamiti dhe akoma pikpyetje Jonida Vokshi, edhe pse është e zyrtarizuar, sepse Alaudini dhe Jonida kanë ndërtuar profil të këtill, ndërsa Ledioni ka ndërtuar profil të këtill. Ndërsa në anën tjetër kemi banorët të cilët përfliten, për shembull për në Shqipëri, për në Big Brother VIP Albania 5 përfliten emra që janë përfolur dhe vitet e kaluara. Do të ndaloja në një emër që është përfolur edhe më herët, që është Enca Haxhia, që do të jetë pjesë e kësaj shtëpie, dhe besoj që Enca do të ishte një karakter tepër bombastik, do të ishte një vajzë ideale për zgjedhur. Për shembull përflitet Bardha, që do t'jetë pjesë e Big Brother VIP Kosovës, vajza që çmendi Londrën në reality show në të cilin ishte pjesëmarrëse. Përflitet dhe Miss Kosova, që tashmë është për të futur pak më vonë dhe për të bërë pjesë e këtij formati. Do me thënë, janë personazhe të ndryshëm, por asnjëherë askush nuk mund t'i bie cakut në qoftë se produksioni nuk nxjerrën burime të zyrtarizuara. Edhe në këtë rast, produksioni Big Brother VIP Kosovës ka mbetur më i heshtur, ndërsa Big Brother VIP Albania thjesht po punon me një intensitet shumë të lartë. Ne do të takohemi sërish së bashku, doja të marr mendimin tuaj si e mendoni ju se do të jenë këto dy platforma dhe çfarë do të sjellin realisht këtë vit.